Po, ati kemi mbajtur gjallë disa rrite shumë të vjetra, dhe kemi mbajtur gjallë veshët e gruave të Shumë bukura, janë shumë bukura. Shumë të bukura ti nga fshat Arbresh ka mbrojtën, ka veshjen E ti? tia. Oho. Edhe ose një veshje ose një flamure e Katundit, një flamure e fshatit, no, ose bon pjesë ka identiteta komunitare e fshatit, ta është shumë mirë, no, dhe më pëlqen shumë kjo identitet kur shoh ata vajza që veshen me kostumin tradicionale gruavet, o një emocion shumë e madhe pa ta, ta o shumë bukur. Edhe kemi mbatu do rrite shumë të vjetra, edhe të periodi i pashkëvet ati bonjën valjet, bonjën vagat, valezojnë me këta këngë, me këta valje shumë vjetra që kanë 500 vjetë, kjo është si e mendoj nuk mund të kuptoj, si mund jetë realiteti. Si ruhet akoma, po. 500 vjetë edhe të këta fshate të ndohet me ngjuhe vjetër, me këta rrete, pse na ju e dini se valja po tona. Po. E o shumë bukur kjo, me këta fjalë të vjetra, ka këta rapsodhi, edhe ati këndomi Konstantinin e Jorendinën, ma si mund jetë. Po. Shumë bukur. Edhe janë disa rrite, edhe të nani, ju e dini se është një proġett për UNESCO, patrimonio UNESCO, të mbajnë këta rrite e pranveres e Arbreshëve. Kanë bërë një proġett me universitetet e Palermo, e Cosenza, Lecce, Venezia, Napoli, janë të punojnë, edhe me Ministrin e Kulturës e Shqipërisë, me Ministrin e Kulturës e Italisë. Kjo është mund të jetë një aspekt shumë rëndësishëm si vete para e kemi UNESCO për rritet e pranveres Arbresh. Edhe në Katundi ime kemi të rritë, na bom me këta vezat kuqe, ka tradiciona bizantine që vjenë kur kanë ardhur Arbresh, edhe tani na të periodi pashkëve bom me këta vezat kuqe. Këta janë aspekte që janë shumë emocionali, edhe për mua edhe për tjetë. Edhe një të aspekt, tani o shumë interes, edhe ka italianarat për kulturën Arbresh. Kemi shumë vizitat e fshatet Arbresh, se dojnë të kuptojnë më mirë